Kënga folklorike në familjen Bashota është përcjellë ndërprisa. Mehmet Bashota ja ka trashëguar edhe vajzës së tij, Samepës, talentin dhe dashurinë për muzikën. I kam 3 fëmijë, Sami është vajza më e madhe, gëzimi i parë i familjes tonë. Gjithashtu e kam dhe djalin Këndimin, i cili ditën e lindjes së tij kam qenë duke kënduar në një dasmë, po ashtu ka elemente dhe dëshirë që të merret me muzikë, por është pak më pasiv kohët e fundit për shkak të ndryshimit në moshë. Gjithashtu dhe në ardhen një djalë i vogël që është i apasionuar pas vegla muzikore dhe natyrisht që çdo herë kur nisemi për të kënduar, ai fillimisht i merr vegla dhe uja i jep tingullin i cili neve na shoqëron vazhdimisht në ahengje familjare. Pa diskutim që Sameba ka qenë fëmiu i parë në familjen tonë dhe natyrisht që ka gëzuar privilegje edhe nga anëtarët e familjes, nga xhallarët, nga gjyshi dhe sot si duket po e shoqëron vazhdimisht për gdhelja dhe duket që nuk e ka keq përdorur asnjëherë, por përkundrazi e ka marrë si motiv dhe duket që po e kthen në rezultate. Patjetër babi ka qenë frymëzimi im i parë, jo vetëm në muzikë, por edhe në shkollimin tim dhe në anën profesionale time, edhe ka qenë përkrahësi më i madh nga hapat e parë deri më tani. Babë e bij tashmë ndajnë skenën bashk, një emocion ky i veçantë, por edhe me përgjithësi. Po, në skenë jemi si 2 profesionistë muzikor, por me ndjenja familjare. E njohim shumë njëri tjetrin edhe jemi të gatshëm në çdo moment që ta përkrahim njëri tjetrin në çdo lloj interpretim të këngëve. Ma kritik ndoshta më thonë që është babi, por gjithmonë në mënyrë motivuese. Kritikat e tij na ndihmojnë shumë edhe na rrisin shumë artistikisht neve si fëmijë, edhe ja vlen mi ndëgju se janë për të mirën tonë edhe për një rrugë drejtë edhe një rrugë të suksesshme. Patjetër veç më ka filluar të më kaloj për shkak se komentet ne bëm një postim kohët e fundit dhe natyrisht që shpesh Sameba po ngacmon tash po të këndu me vëllezërit e mi me axhallarët e saj dhe thotë asnjëherë nuk e ke arrit shikueshmërinë që e ka arrit me mua, pa diskutim që kjo do të bëhet më e mirë dhe uroj dhe shpresoj që t'i arrit muajt e suksesit. Të them të drejtën, unë kam edhe 2 vëllezër me cilët ne jemi rritur së bashku dhe kemi kënduar, njëri vepron në Gjermani Ylli, tjetri arbrori është në Zvicër. Dhe kur ka fillu muzika popullore dhe më argëtuese në dasma, prindi ishte pak sa skeptik sepse thoshte se është erdhur gjak dhe kishte ende atë dëshirën e madhe që ne mos lëviznim nga muzika folklorike, por gradualisht me zhvillimin e shoqërisë, teknologjisë, po avancohet edhe shoqëria dhe muzika po kalon në spektra të ndryshme, por gjithmonë duke ruajtur muzikën e pastër shqipe. Kjo është më shumë që më shkon në pëlqen, por janë edhe muzikat e lehta që më shkojnë. Këngëtarja e re folklorin e sheh si trashëgimi të çmuar, derisa ndihet krenare që po e vazhdon traditën e familjes. Unë personalisht, qysh kur kam lind, kam bajt mend veten pranë babit, gjagjave, gjyshit, edhe është ndjenje mirë me pas familjen muzikant edhe një u trashëgu këtë profesion. Patjetër që jam jashtëzakonisht i kënaqur për shkak se prindi ynë ka qenë mësimdhënës për 40 vite i gjuhës dhe letërsis shqipe dhe ka qenë rapsod është marrë dhe vazhdon ende të punojë dhe po mendoj të merret me muzikën dhe
ka pas një jetë jashtëzakonisht të mundimshme për faktin që në atë kohë të këndosh për Azem Bejtin, të këndosh për Skënderbeun, ka qenë jashtëzakonisht e rrezikshme. Dhe prindi ynë neve na ka rrit përveç se me kulturë dhe edukat dhe me atë dashuri duke u kënduar herëve të mëdhenj. Po ka shumë këngë që na prekin emocionalisht, si Ba Bebi, por një ndër to ndoshta që ja vlen micek janë këngët e Gurbetit për njerëzit që i kemi edhe familjarët që gjenden në diasporë dhe po na prekin shumë, por prap dëshira për muzikën edhe për këndimin na jep forcë dhe e përfundojmë interpretimin me sukses. Zakonisht kemi sezonat e verës që janë dasma ta hengjit familjare, po, do të kemi duhet e bashkë edhe pse jo. Do të presim. Në fund, për familjen Bashota një gjë mbetet e sigurt, kënga do vazhdoj të jetojë në çdo gjenerat.